Gramos Krasniqi, i njohur me emrin artistik Mossi, dhe 2 të dyshuar të tjerë janë ndaluar në ndyshimin për rrahjen e gazetarit Burim Pacolli. Zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka konfirmuar arrestimin e të dyshuarve, duke dhënë detaje lidhur me dyshimet që rëndojnë ndaj Mossit. Shala tha se të pandehurit dyshohen për 3 vepra penale: lëndim i lehtë trupor, kanosje dhe posedim i paautorizuar i narkotikëve. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se prokurori i shtetit në koordinim të ngushtë Policinë e Kosovës pas hetimeve intensive kanë ndaluar 3 persona, një prej tyre është edhe reperi Mossi për veprat penale lëndim i lehtë trupor, sipas nenit 185 të KPK-s, kanosjes sipas nenit 181 të KPK-s dhe veprën penale posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, në bazë të nenit 269 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, konfirmoi Shala për sinjalin.